Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Itali, do lidhemi me një zonjë që quhet Pranvera, dhe ajo sot këtu në live me Odetën do denoncoj nusen e vllajt, zonjën Senepe. Pasi kjo e fundit, prej tetorit të vitit kaluar, ka denoncuar bashortin e saj për dhunë dhe ky fundit ka përfunduar në burg. Por se çfarë ka ndodhur me çiftit shkëlqim dhe Senepe, do të jetë pikërisht Pranvera nga Italia për na i treguar këtë histori, pasi përveç se ka vllai në burg prej datës 4 tetor të vitit që lan pas, ajo nuk ka asnjë kontakt me niprit dhe mbesat e saj dhe nuk ka asnjë informacion se ku ndodhet nusja e vllajt me fëmijët. Kështu që unë hap dritare dhe ftoj me njerëz në një Pranvera për ta dëgjuar historinë e saj. E dashur Pranvera, përshëndetje. Përshëndetje jotja, gëzuar një vit i mbar ty dhe familjes tate, çfarë kesh për zemër. Të lumë goja, qoftë vit i mbar për të gjithë. 2025. Faleminderit. Unë më origjinë jam Dibrane. Oh, Dibrane. Po. Më origjinë jam Dibrane, jetë në Itali kam vite, 27 vite, 28. Jam e martuar me italian. Familjen e kam Durrës, familjen. Dhe dhe me thonë dësha me ditë për vllajën tim. Kam vllajën e kam qysh me datë 4 tetor. 4 tetor e kam burg, në Peqin. Oh, prej datës 4 tetor të 2024-s. Po, në tetor e kam në burg, sepse nga xhelozia i herë futi nusja e vllajt për një telefon, që ja bleu dikush tjetër. Ja bleu dikush tjetër dhe dhe me thonë, aty dhe me thonë nuk ose e goditi, nuk ose ashtune, vetëm e raportojmë polici, bëni denancim, pas e denancimin e hoqi, vllajmi bëni 3 vjet burg, i bëni 3 vjet burg, edhe di unë se qa kam he, ku me shumë, dhe me thonë e kam ndihmu çdo muaj në burg. E kam ndihmu. Edhe i bëni. Pastaj doli, bëni edhe një fëmijë tjetër, një gos tjetër, 4 fëmijë. O 23 vjeç. 4 fëmijë. Nëse laf muhabet, nusja të shikë se kur e ke atë drejtimin, ke një diçka, nuk mund ta hekë, si thon, po të nxjitet nuk të hekët ai zanati. E kupton? Pranvera, më lejon të pyes që ta kuptoj qartë historinë? Po. Vllai juaj si quhet? Që po të tregoja. Po, vllai juaj si quhet? Më shumë se 15 vjet kanë bashkë ato. 15 Se ka dhe çuli në 9 vjeç. E kuptova. Ka dhe Por vllai jote ka për herë të dytë? 2 vjeç gjys. Vllai jote ka për herë të dytë që futet në burg? Po, është në Peqin, e kanë çu. Do më tregosh çfarë ndodhi herën e parë se i bie të jetë ripërsëritës i dhunës dhe është më e rëndë akuza kjo e dyta që ai ndodhet në burg aktualisht. Parëm u rapis për një telefon që i bleu komovarin, falë për shprehjen. Edhe futi mrena, pastaj shkoj e tërhoqi denancimin, prapë e kishte shkujt aty, po s'po gjej dot atë letrën se e kam. Edhe kishte thonë që unë ja fali. Kësa radhe, është fajim, është gabimi. Okej, vllai mi bëni 3 vjet, doli vllai. Pra, ti po më tregon që nusja e tradhonte vllajin, vllai e kapi mat. Bravo, më. Si, po. Por pse nuk e divorcoi? Nuk e divorca taki, unë flisja me punatën, kam pas një raport aq të mirë Odeta, mos e pa qa plakën se i kam paralizo me ti dhe burim, unë kam lëmë vllajn ti me njon, e kam bajt nusën e vllajt. Gjithmonë. U kam që ushime nga Italia, u kam që roba, mi falë që njerëzit, unë ja qosha kalamaj dhe roba, që s'kisha ku ti qosha këtë robat mira, i qosha në Shqipërit, plus ushime që mersha ke kisha, se po të thom drejt, Pranvera, se unë Kristina e kam italisht, po të thom, i qosha në Shqipërit. Për zotin, që ku kam dëshmitari, pse kam burri, se unë sot e kam, nese nuk e kam. E qartë, të kuptoj. Jam 24 vjeqe. 3 aborti kam hum nga stresat e vëllezërve të familjes. 3 aborti, jam me një jam. Nese, si përfundimisht, ajo dhe me thonë nxorra unë dhe me thonë, ma gjene kam pagu dhe ditën e funit që ka dalë vllajin, ka shkuj ka marrë babin në robazhin të paren, kurse dyta, uzun për xhelozi, ishte dhe vllai grus, ai ka fut xixha, edhe ka shkuj ka bë vllajin tim alkoolizum, i ka dhonë atë natë, vllajin ka shkuj në shtëpi, edhe i ka thonë punati hajtë që dhe hike, hajtë që dhe flenë gjumi, ka thonë. është që vllai ka marrë një thik vogël edhe ja ka ngull.
Ja kanë ngull këtu, e kanë fotën mu, se në shiko krajmoq, prapë para ca ditësh e ka kap motra të hip me kollovari në makinë. Pramira, në momenti që vllai jot bëri 3 vite burg, se kapi bashkëshorten me një person tjetër, kur doli nga burgu, po pse nuk u divorcua? E fali? E fali për kalamajt, zemër, se kishte ditë shumë, gocën dhe çuni. Por ti Kishte gocën edhe çuni. Por ti me kunatën atë kohë që kishe raporte, çfarë të thoshte? Se tani nuk është normale tradhia, nuk falet tradhia në një çift. Nuk më tregot o zemër, nuk më tregot. Ti thosh una kam një pseudonim, jo harrov temën, fal për shprehën. Sepse po bën vllajin atje funit. Më thoshte mu që shkoshin mirë o zemër, kam video që më çoshin me gocën, kam videon që dilte me vllajin tim, kam videot në për lokale, kam gjitha scenët i kam telefon o zemër. I kam, edhe ku kanë funim ka bloku numri, edhe nuk kam komunikim. Ajo të mjaftë deklaratë, unë s'po gjej një avukate të mirë, kam gjetë avukate në Tiranë, nga një shoqja ime, të kështu nuk ka mundësi o zemër, nuk ka mundësi. Me ndihmu të kap një avukat që të më mbroje. Ajo të mjaftë deklaratën, të mjaftë numrin, që të më thosë se unë ta jap deklaratën, ama vllajët nuk ka punë me mua. Ajo po bën divorcin të shika vllajët me datë 23 ka një gjyq. Nuk e di se çfarë gjyqi është ajo. Por nuk e di. Të lutem, sepse është ripërsëritës për dhunë vllai juaj dënuar për herë të dytë dhe kjo është akoma më e rëndë. Mund të më tregosh çfarë ndodhi në 4 tetor konkretisht atë ditë që ai përfundoi? Ka shku, ka pi me vllajën e rrus, ka shku në shtëpi, edhe kanë alkolizu, ka qenë alkolizu. Tash nga të shkresh të shita, shofish mos nga dritare, duke çantu me tjetrin. Po, i kam kretë letrat që i kam këtune. I kam gjitha letrat që i kam shtu me motor. Me vllajën e vet, kanë folë si mas shefit vet, do deta. I kam kreta fotot, si ja kanë qupë të shi me datë 23 që ka gjyqë. Por, e kuptoj, por shkëlqimi ka përdorur armë të ftohtë. Ka marrë fikën edhe... Një fikë guzhinë e vogël, një fikë e vogël o zemër, një fikë e vogël, nuk është gravato. Por ajo Pranvera, ajo mund ishte edhe fatale, mund të merrte edhe jetën. Përshëndetje. Ka shkruaj një denancu, kom ishë që në... Denancim, ka bëni prokur. Bëni prokur dhe denancim, ke kunati shkon gjithë dit me thikën në gjep. Ka akuzu vllajin që vllajin ka hes gjithë ditën në thikë në përdor. Nuk është e vërtet, nuk është e vërtet. Ja, kjo është si ka shenjat, nuk është si ka të dëmtume. Se më tha dhe një shoku im polic, tha nuk që ka grave, tha, mund bëhet 2 vjet. Mund bëhet 2 vjet, tha. Më bëni një shoku im, jam ti drogës. Vllai juaj ende nuk ka marrë dënimin. Kur e ka ditën e gjyqit? Me datë 23 o zemër, e ka kërshi me datë 23, më kanë ardhur ca letra se mi kanë çu nga atje. Do me thënë është në një 283. 283. Unë të kam nevojë edhe që të flas, do me thënë me nusën. Edhe se kam tru numrin, edhe du të kem një avukate për shembull nga shteti, sepse kam një avukate shteti që e kam bërë. Pse do më marrë lek avukate shtetit? Për çfarë arsye? No, avukate shtetit nuk po asnjë gjë. Avukate shtetit, që kam thirrat nga ke policia, më duhet. Po asnjë gjë. Ai më ka kërkuar 1000 euro. Pse ja jap puna se me një kohë që ti për shembull paguash nga shteti po marr një prezempio. Po jo, e dashur Pranvera, ajo avukate nga shteti është në mbrojtje të Zenepes, jo në mbrojtje të vllajt tuaj. Vllajt. Ju keni mundur do të flisni me vllajin tuaj në burg? Ai është në paraburgim. Me vllajin flas, o zemër, unë flas me vllajin. Çfarë të ka thënë? Me nusën. E qartë, çfarë të ka thënë vllai? Më ka thënë nëse mundesh, më ka thënë thuaj asajt, ma japë deklaratën se vetëm ajo bën. Të paktën mos t'ja bëjnë 10 vjet, 5 vjet. Unë nuk kam mundësi. Plakën e kam paralizuar me 4 vjet, me trompoz. Ajo s'ka asnjë gjë, mamin. Kush e ndihmon? Ato ndihmo motre e madhe që punon rroba qepsi, sa merr 400 që na e shketa ka 3 muaj që shkon e shikon. I çon ka 200.000 lekë. Unë e shketa si gjë si kam çu. Se vëllezit që vëlleznik tash, sepse kur kam gratë mira, fillon konflikti. Qish ku më ra mami u paralizume, familja mu shkatru, sepse nga nusët e mira, që kam. Njëna nga Pogradeci, njëna nga Elbasani, tjetra nga Fieri, nuk ashtune. Nuk kam komunikim, unë kam komunikim vetëm me mami, me motrën e madhe, me vllajin që është në burg. Nuk kam komunikim. E dashur Pranvera, kur ke folur për herë të fundit? Prit të shoh mesazhin, se ma ka bë blok. Ke WhatsAppi. Komunikimi i fundit ka qenë me datë 7 dhjetor.
A shef? Me 7 vjetor. Po. Me 7 vjetor. Shife, nuk po se kam kërcënu, kam edhe tjera, e kam mesazhe, t'ja fusin telefonin aset në sportiva, ti ke policia, t'ja kontrollen nëse unë kam thënë diçka të paditur. Nëse kam thënë diçka të kërcënu me nusës vllaj. Ta fusin telefonin në sportiv. Nëse unë i kam fut diçka të pabome. Çfarë të ka shkruar në mesazhin e fundit? Në mesazhin e fundit të më thonë, përshëndetje, je mirë, doja me dita, aman, më merr në telefon kur të kesh kohë, sepse doja të flisja me gocën. Sepse dje par dje dhe fëmit nuk i dia dhe me thonë e kam pak probleme e shqipën, e kam me shkrujt. Se kjo është dhe me thonë që kam dësh me fol me gocën, edhe kjo përshëndetjen punë jam, më ka thonë. Ka qenë ora 12:05, pastaj më ka gënjur, më ka thonë jam në Elbasan, jam transferu, ka la majtë një qenë në polici i shkollë, me një kohë që më tha avukatja nuk është e vërtet, më tha avukatja, kjo ishte ndurrës. Pasaportën e vllajt ma jep, patentën e vllajt ma jep, gjënat e vllajt më jep, më thotë shkoj këtë tjera ku kanë ikë, me një kohë që unë i kam vite si rri, shifsha vllajn ku i thash, unë shof që është mrena në shtëpi, ka qenë, mrena në shtëpi pse gënjen? Jo, nuk kam ikë në shtëpi me mua, ka thonë. Sepse ka fut vllajin tim, me një kohë që vllajin ka qenë me letë mbrojtëse, urdhë mbrojtës. Ajo e ka marrë vllajin tim, ka fut në shtëpi, si me marrë një shtëpi nga shteti. Një shtëpi nga shteti. Por me fëmijët e nuk e kontakte, me 3 fëmijët. Me të vogle, se me të madhen e ka bë për vete. Kishte thonë dhe një radhë goca, se kishte taku motrajin e madhja, se aty në lagje, ja, i kishte thonë, po, e di se dhe nxjerra jo Italis, ju doni me na marrë me të mira, si kërkoni letra nga neve. Kishte thonë goca. Po vetëm se së mdel zonin video, e video asajt dhe asajt tjetrës, të shikë, Robi gabon, am kupton? Gabon Robi. Nervat e nxehta të shikë mos e provoko burri. Mos e të mori si të mori, të mbrojtë të futëm shpit, e kur vjen funi, të shikë ma bësh vlem prapë për zditit mu. I pa të thonë, leje, se së është për ti. Magjinoje, më ka fut edhe kollovari, më farë për shprejhen, edhe kollovari ma ka fut në grup. Në WhatsApp me një kohë që ishte vllai në burg. Nuk po gjet dot foton se kam shi para ca ditësh. Para se të hite vllai në burg. Si, ka futur në grup në WhatsApp edhe të dashurin dhe burrin? Po. Kjo që nga degenerim. Mos e paça plakën, mos e paça kjo ditë e xhumë, më lash me dur në zi, nëse të gënjej prandaj. E verë, është vërtet. Nëse të gënjej unë, si të shiti, nusja vllajt tim të ma fusi shkollovarin mu në grup, ti mu. Po ku ta çon fytyra? Ku ta çon? Por kur ti e pe që ajo kishte një tjetër, nuk fole si grua me grua që ikë nga vllai im nëse nuk e do. I kam fol, për nuk merr vesh nga truni ajo. Ajo ka nevojë për psikologe të fortë. Ka nevojë për një psikologe të fortë. E ke dhe videon që kam pas dash, që ka pas kërkuar ndihmë vllai im te shteti, ka pasit me çira. E ka dhe video në YouTube, si e kanë marrë intervistë. Para ca vitësh. Dhe çfarë thot në atë video? Në video dhe me thonë që unë du të kem të mire në shifë, kur ka qenë vllai në burg, kjo të bo foto në për vendet huja, në për durrës, në për plazh, në për gjëra. Ja kam kap në WhatsApp, aty në TikTok i ka fshi dhe foto në TikTok. O zemër, i ka fshi. Nuk është normale kjo, sepse unë të respektoj, unë të kam mbrojt, kam hedh vllajin tim, e ti të shi. Nuk është gjendje. Tani janë në proces divorci, vllai ka kërkuar divorci? Ka tretën. Ata kishim dytën, jetëm të rëgojë mua. Ti çfarë kërkon konkretisht? Konkretisht të m'japë një deklaratën që është ajo, që me vllajin tim së di se si bëhet kjo deklarata, si që thonë që e ka ndorë kjo. Më kupton, e ka ndorë kjo të shi. Por nëse vllai juaj ka goditur me thik dhe kjo gjë është faktuar, vllai juaj do dënohet e dashur pranvera. Jo 10 vjet, 15 vjet o zemër. Sepse ai jo 10 vjet, 5 vjet. Ai është quhet ripërsëritës i dhunës në familje dhe e rëndon më shumë kjo gjë.
sipas ligjit? I ka shtet i gjitha letrat policia që kjo e ka fal, e ka bë me notere. Kjo se ka shit shtëpinë e babës vet në Elbasan, e ka shit. Edhe e ka shku, domethënë, e ka bë letra falso ke notere. Ke noterët. E kam thënë dhe para ca vitesh në Tiranë, për vllajën tim me taku një avokat. E më thot më shet dur më fal për shprehjen avokati. Po ti ku i ke dur? Është femën e digjeneruar mos zemër. Është femën e digjeneruar, pse ta shaj e të mbaj vllajën tim. Sepse funi un kam jetën time, më kupton? Po më vjen gjynaf sepse është vlla, kemi dalë për një nane. Unë të kuptoj qartë Pranvera që ti e ke vlla dhe e ke në burg dhe të dhimbset, por unë dua të shpjegoj vetëm një gjë që ta kuptosh. Përpara shumë viteve, kur një grua denonconte për dhunë bashkëshortin e saj dhe në një moment të dytë ajo pendohesh dhe trishte denoncimin, kjo gjë falej. Por, u bën disa vite që ligji nuk e njeh më këtë gjë. Nëse denoncohet për dhunë dikush dhe nëse gruaja bëhet pishmon dhe e tregj dhunën, atë e tregj denoncimin, nuk ndryshon asnjë lloj gjëje. Pra, policia vazhdon me procedurat. Më kupton, edhe në qoftë se ajo sot bën një deklarat dhe thotë që e kanë falur për dhunën, nuk falet. Ajo do të rritet e dashur Pranvera në gjykat, patjetër. Por, përderisa vllai juaj e ka pranuar, që atë ditë ka qenë nën efektin e alkoolit dhe ka marrë thikën në kuzhinë dhe e ka goditur, ai do dënohet. Pas 4 ditësh ka shku, i thash një që hike paraqitur. Po, edhe u paraqit. Më tha një avokat, më tha unë sa pse u ka paraqit. Mos të paraqit çfarë fare, më tha mua. Ja boni. Nuk ka vajtur ajo në polici, ka vajtur vllai juaj, është vetë dorëzuar në polici? Po, vllai, mas 4 ditësh. Dhe ka çfarë ka deklaruar? Kush vllai? Po, kur ka vajtur në polici? Nuk e di o zemër, se unë kam letrat këtu, kam letrat gjitha, se mi kanë dërgu. Ajo më ka thonë vetë o zemër, më ka thonë, unë fëmit nuk jam ndaloj, më ka thonë. Unë fëmit nuk jam ndaloj, ti ta këj kur do se fëmit, unë nuk jam ndaloj. Të shi pse nuk më një nxirë mu kalamajt në telefon kjo? Si halë, unë kam bë për ta, ja kam bë unë, ja s'ka bë femën për ata. Kam lëmë vetën time masdore, kam shkatru vetën time masdore, sepse funit unë kam edhe unë burë. Më thotë burë, prit, 10 vjetë martes kemi. Prit, kur të kryem familjen e, ma ka thonë 100 herë, o zemër. Vetëm mas familjes me familjes. Po 10 vjetë problem familje. E kuptoj. Mirë dashur miq, e dëgjuam historinë e Pranverës, në saktë historinë e vllait të Pranverës, zoti Shkëlqimi, i cili është hera e dytë që përfundon në burg për shkak të dhunës që ka ushtruar ndaj nënës së fëmijëve të tij. Dhe pse Pranvera e ka vlla Shkëlqimin dhe i vjen keq që ai ndodhet pas ekurave, por dhuna nuk falet dhe mbi të gjitha ai me një thik e ka goditur në 4 tetor të vitit kaluar nusën e tij zonjën Zenepe Sina apo Angela siç njihet ndryshe. Unë uroj dhe shpresoj që ditën e sotme këtë video të ndjeki zonja Zenepe, të më telefonoj dhe padyshim që të kemi dhe zërin e saj në këtë live. Do të vazhdoj sërish të qëndrojmë së bashku live, pasi do të prezantoj një tjetër histori, një histori e njohur për audiencën time. Përpara disa kohëve unë kam prezantuar historinë e një 49 vjeçari nga Korça, dashurmish, i cili quhet Kristo Dajko dhe ka humbur çdo lloj kontakti me familjen e tij që prej 22 prillit të vitit 2015. Bashortja e tij ka treguar historinë si ai humbi kontaktet, ndërkohë që motra e të humbrit, zonja Ana Xhillari, në një live me mua, ka denoncuar nusën e vllajt, zonjën Irena, si dhe mbesën e saj, se ato janë shkaktare të humbjes së Kristo Dajkos. Por se çfarë ka thënë në live me Odetën, zonja Ana Xhillari, motra e të humbrit, unë dua të prezantoj një klip dhe rikthehemi. Djalin e shpëri në Suedi, e futi në një kamp dhe atje la dhe vetë u kthye në Itali. Por djalin e la vetëm atje? Vetëm e la, vetë. Pas 2 vjetëve, kthyen djalin nga Suedia. Dhe djalin e kthyen me depresion. Djalin e ka futur burkaja të dyja. Si morëm djalin e kthyen në shtëpi dhe djali ishte agresiv. Agresiv vetëm me maman edhe me motrat, as me një. Kanë denancin edhe e futën 6 vjet në burg.
Dhe djali doli. Por si është djali sot me shëndet? A është mirë të paktën? Jo, në burg e futi prap. Prap e futi në burg. Është në burg prap djali? Prap. Djali erdhi e nxorën djalin. E dashuana po më shokon, por pse Irena sillesh kështu me djalin e saj? Nuk e do. Pastaj djali, pasi ndenti 3 muaj Odeta, bëri denancimin prap. E jema Irena bashkë me këtë super Stilianën. Në një e rrinin të dyja me bi djalën, që të dyja e rrinin. Në fakt, çupat nuk e duan në shtëpi, sepse kanë një pasuri të madhe vllai dhe ato i kanë pengesë djalin. Si përfundim, e futën prap burg. Po bën 6 muaj djali nuk i ka shkelur, nuk në burg. Kishte marrë dhe Odeta mamanë. Ose në vllajt i kishte thënë, "Moj nën, më dërgoni një pikë ujë", kishte thënë në burg. Sepse mami po bën 6 muaj nuk më ka erdhur. Fjalët e Ana Axhillarit e kanë rënduar shumë Mbesën, vajzën e Kristodajkos, e cila është irrituar kur ka dëgjuar hallën e saj që ka akuzuar atë dhe nënën, zonjën Irena. Vajza e Kristodajkos kërkon sot të reagojë këtu në live me Odetën dhe të japi një përgjigje hallës së saj, kështu që hap dritare dhe e ftoi. Stiliana, përshëndetje në radhë parë. Përshëndetje. Ti je prekur nga ajo video që ke parë momentin që halla juaj ka qenë me mua live. Po, neve se kemi parë, në me thënë, kur ka dalë për të parë, se unë kam qenë në Zvicër, punoj se jam studente, nuk është se kam pasuri, sa thot ajo, se po të kisha pasuri nuk punoja as në Zvicër edhe të shkoja punë të rënda për femrën. Ti ke babajin e humbur, ajo ka vllajin e humbur. Dhe me sa kam kuptuar unë, konflikti mes hallës tuaj, Anës, dhe jush ka nisur pas humbjes së Kristodajkos. Shiko, unë këtë konflikt nuk e di fare, se unë jemi në Korçë, ajo është në Greqi. Po. Babi marrëdhënies i ka patur mirë me të gjithë. Këtë është gjëna dhe keq të thuash që ai nuk ka folur apo nuk ka shkuar, se është vërtet për ata, të gjithë. Dhe kur iku, asnjëri s'është munduar ashtu siç duhet, se unë motrën time apo dhe vllajin tim që kam nxjerr nga burgu dhe që do rifte mamin ta bënte të vdekur, jam munduar. Nuk është se jam munduar ata, tani unë të kam shkruar për pjesën çka ka folur ajo që ka përmendur emrin tim. Po të dëgjoj. Ne në me thënë, unë, mami, askush nga ne nuk e dinte që ajo do fliste dhe për më pak të përmende emrin tonë me shpifje mashtrime. Se ato nuk janë të vërteta. Çfarë ka shpifur sipas jush? Sipas meje, çfarë ka thënë janë shpifje. Ajo të vërteta, po, vllai është në burg. Unë e kam futur, unë kam nënsuar se zua të vrasim mamin të ngelem jetime. Se ndoshta ato ashtu duan të jemi në jetime, po jo. Dhuna nuk falet. Unë e kam vlla, nëse pas nëse mund ta kem burr, nuk e di çfarë kam, kush vedor nuk falet. Përveç atyre mami e ka duruar shumë vllajin. Dhe në emision ne nuk kemi ardhur me atë idejnë për vllajin, se ajo është histori e mbyllur. Nuk keni çfarë, juve s'keni si të na ndihmoni për pjesën e atij, se nuk ai ishte për ne, për mamin, për ne ishte i papërballueshëm, nuk kemi banim dot. Kjo është një fatkeqësi, sepse vllai juaj pasi erdhi nga jashtëtit, shfaqi probleme dhe u bë dhe përdorues i lëndëve narkotike dhe u bë dhunues, le të themi, në familje ka dhunuar nënën dhe juve. Po, ato janë me deklarata në polici. Dhe ndaj, unë të kam shkruar dhe dua prej teje që ato që ka thënë ajo, ti vërtetoj. Ajo, pse nuk e përmend që babi, vllai, në thënë ka goditur mamin. Pse nuk thotë që ai ka përdorur lëndë narkotike, kërkonte lek, mami nga do t'i gjinte lek.
Në fakt, që thot ajo pretendon, Ana Haxhillari. Ana Haxhillari. Ajo po të doshi të dali të flasi në televizion, për sa të flasi për familjen e saj. Të flasi për burin, për nusen, djalin, çupën. Jo të nxjerri mami, e kanë rrahu ato, po të arrimim ne, nuk e fusim ne në burg. Se turpi i madh, domethënë, unë jam shokuar, unë që të dielën, e deri më sot, kam impulse nervore si për syrit. Që kur e kam parë si video, ajo pretendoi se ishte ndjer keq kur kishte mësuar lajmi që nipi i saj, pra vllai juaj, kishte përfunduar në burg dhe kishit qenë ju që e kishit denoncuar. Odeta, ajo mund të ndjej sa të doj keq. Ajo nuk kishte pse të thoshte tek ju. Kjo gjë ju ka prekur? Na ka prekur jo shmase, si mua, si mamin, të gjithë ne, sepse ajo ka thënë që ne e kemi bërë pa të drejtë. Ne e kemi bërë për pasuri. Mami nuk e dash ka vllajin, unë pas kam rrahur vllajin, unë me mamin. Motën time pse se përmendi fare ajo, se është e martuar, buri i thotë, më fal pak si përmendi gruan time, kurse nga që unë s'kam njeri, e mami është pa mbështetje, na thot ne Irena Stiliana, Odeta është shumë, ti e femër vetë dhe të ndali emri jot. Mua më vjen shumë keq që keni këtë konflikt me Hallën, sido që tjeta është motra e babait, Stiliana. Ti e preku nga fjalët e saj, ndoshta ajo ka gabuar që është prehur ashtu, ju ka lënduar juve, ka lënduar nënën tuaj, por mos haro, ajo është motra e babait. Motra e babait le të kërkoj babain, le të kërkoj vllain. Jo të më përmendi mua, me çfarë të drejtë e përmend ajo mua. Përgjigja unë ja kam dhënë, e kam marrë në telefon. Pasi pe emisionit ti e morën në telefon. Po, kërkova numrin e telefonit më ka dhënë njëri, se ne s'kemi kontakte, se ajo që 10 vjeç që ka ikur babi, njërë derën tonë të shtëpisë nuk e ka parë. E kuptova. Nuk është se kemi patur në kontakte me të, dhe të më ka marrë nusen e xhaxhajnë telefon, kanë thënë dua numrin e saj. Pse që do, më tha mua, thash unë si që dua, e pe emisionin, jo s'kemi parë gjë. Thash si me ka dalë ajo çfarë s'ka thënë atje për ne. Ja do ta shikojmë, ta dërgojmë numrin, se kanë dërguar numrin e telefonit, se unë desha ta mirë në telefon sa të lidhësha nga Messengeri dy. Nuk ma dhanë asnjëri as tjetri, nuk ma dhanë se s'donte ajo vetë. E ka marrë në telefon dhe i kam thënë. Zonjë dashur i kam thënë, se nuk i kam përmendur fare Hall, se Hall nuk është ajo. Të më çaj mua, në më thënë atër farfeje, kur unë nuk është e vërtet. Dhe ajo nuk ka as një të drejtë të më përmendi mua fare. Se është jeta ime private, nuk e kam publike jetën. Unë kam marrë e mia, nuk kam tip social që të jem online unë në për gjëra dhe të kem qefe. E qartë, të kuptoj qartë, por çfarë i the Hallës dhe çfarë të tha? Po pra e marrën telefon i thash, zonjë dashur i thash, ato që ke thënë, ti e di, unë e di që janë gënjeshtra dhe do mbash përgjegjësi për ato që ke thënë. Dhe ka që kam thënë dhe kam mbyllur, dhe më ka thënë, kujt i thua ti zonjë dashur, më shkroj ti, ato që janë thënë janë të vërteta për vllajin. Po, vllai në burg është, unë nuk mund të them që vllai është këtu është atje në burg. Kjo është një fatkeqësi. E dashur Stiliana, kjo është një fatkeqësi me vllain tuaj. Dhe mua më vjen shumë keq për ty, për Irenën, që djali i shtëpisë ka përfunduar në burg pas hekurave se është përdorur si lëndë narkotike dhe ka ushtruar dhunë dhe mbi të gjitha, akoma më tragjike është historia e familjes tuaj, ju keni babain e humbur. Dhe kjo është një fatkeqësi që ju ka ndodhur. Po fatkeqësi, tani babai ka 10 vite. 10 vite, ai s'po kujtojt. Tani po tjetë, ose është i vdekur, ose është gjallë. Po tjetë gjallë, akoma më keq duke e ditur që çfarë sakrifica kemi bërë neve, që kemi ardhur në emision, kemi 5-6 vite që kemi dalë. E vërtet. 5-6 vite që e kërkojmë dhe asnjë gjë. Unë uroj që ai të jetë gjallë, edhe pse dyshohet, ende nuk dihet e vërteta, nuk dihet se çfarë ka ndodhur me babin tënd.
e dashur Stiliana, dhe pse thuhet nga informacione se ndoshta ai mund të ketë nisur një jetë së re, por nuk dihet e vërteta. Ai ka bërë shumë gabim, pikë e pari që ka lënë mamin kështu. Edhe juve. Neve, unë e Odeta, kam parë shembullin e mamit, sa është munduar, sa është sakrifikuar. Edhe ja ka dalë. Edhe pse nuk është në gjendje siç mund të jenë gratë e tjera, ajo për mua është heroin. Dhe të besoj që ajo është heroina jote. Ina dhe nuk e di, ajo edhe për vllajin është munduar jashtëzakonisht shumë. Është munduar që t'ja plotësoj të gjitha kushtet. Sepse ai pinte 3 paketa në ditë. Kush do t'ja jepte? Kush t'i jep? Ato që thonë ka pasuri vllai i jot, nuk thënë për vllajin e tyre, për babin. Mua Irena më shkruan shpeshherë mami juaj. Madje edhe para 2 ditëve më shkruaj ti që Odeta kam britur ndonjë informacion. Unë kur kam folur dhe i kam thënë që dyshohet se ndoshta mund të ketë nisur një jetë e re, ajo nuk e beson që babai juaj mund ta ketë bërë një gjë të tillë. Sepse thot, unë e kam dashur, ai më ka dashur dhe nuk e beson këtë informacion. Unë uroj që të jetë gjallë, por ndoshta sikletet, problemet që mund të ketë, nuk dihet çfarë mund të ketë ndodhur me fatin e tij. Por më vjen keq kur dëgjoj vajzën e tij që thot na ka harruar, na ka braktisur. Është e rëndë. Po tani braktisi i bie se të dalim në emision, ta kërkojmë atë. Kur ai duhet të dilte të na kërkonte ne. Ai duhet të dilte të na kërkonte një falje. Edhe për hallën. Domethënë, ajo pjesa nuk ka prekur dhe ndaj kam dashur me patjetër që të flisnim. Sepse është cënimi i të drejtave të mia. Kush mban përgjegjësi për ato çka ajo ka thënë? Unë e dashur Stiliana të jap një këshill. Ju jeni studente, më thatë. Po, studioj. Je vogël, je diku 19-20 vjeç. 21. 21 vjeç. Jam më e rritur se ty, jam bërë nën dhe unë të jap një këshill. Ndoshta këto zëmëratat, këto mërit, ti harrosh për një moment. E di që je lënduar, je prekur, e besoj si e ndjerë, përderisa tentove shumë herë që të lidheshe me mua. Por harroj, ai është gjaku i babait, ndoshta zonja Ana e mërzitur, edhe ajo e vuan humbjen e vllait. Edhe ajo e ka vlla. E vuan, absolutisht. Por ndoshta humbja e vllait, fakti që djali i vllait përfundoi në burg, që ajo familje në një farë mënyre, dhe le të themi u shkatërrua paksa. Ndoshta e irrituar kanë nxjerrë ato fjalë dhe ty të lënduan. Por duke ditur që je studente, je një vajzë e rritur, je e matur, besoj je shumë vajzë e zgjuar, mundohu të shikosh gjërat më ftohtë. Ti lësh me njanë këto gjëra dhe më kryesorja besoj për ty, për mamin tënd, për gjithë familjen tënde, është të gjendet babi dhe vllai të dali nga burgu, të rehabilitohet dhe të jeni të lumtur. Unë besoj këtë gjë kërkon brenda zemrës tënde. Kushdo këtë gjë do. Unë doa qetësi, Odeta. Unë doa qetësi për mamin, doa qetësi për motrën, doa qetësi për vete dhe ai që është atje, ai është me probleme. Por përveç jush, askush nuk e ndihmon atë njeri. Ai është vllai juaj. Ne ndihmuam, ne i nxorëm prapë njëta gjë, se ne dhe kemi paguar avokate, nuk është se doli ai mamis ti. Tani, mashtrimet që ka thënë ajo, ka thënë nuk donin ta trishin atë dënancimi. Kur dënancimi në dhunë në familje nuk hiqet, se është e pafalshme. Jo, me ligjin e ri edhe po ta treqësh denoncimin nuk ka vlerë. Kështu që thënë, neve kemi vajtur, unë si mame, kemi thënë që jo, neve do t'ja falim, jo, ka thënë, sepse kjo është e mbaruar, nuk falet dhuna në familje, se nuk është se uzure me një komshi edhe hajtë. E vërtet, nuk edhe nëse tresh denoncimi nuk ka më vlerë. Por gjithsesi, problemet me vllajin, përdorësit e lëndëve narkotike sjellin shumë probleme dhe janë probleme goxha serioze.
Por nëse nuk i ndihmon familja, ata mbeten në rrugë. Kështu që ai juve u ka dhe ju do ta mbështesni. Keni bërë shumë mirë që e keni denoncuar. Ndoshta nuk e denoncen, që edhe gjatë viteve që ka qenë ai brenda, mami si unë kam qenë në moshë, kam vajtur në dyerve të Bulkut. Që e kam takuar dhe kur e kam takuar nuk ka qenë një takim familjar. Ka shar, ka bërtitur, është ngritur. Avokatja që ka nxjerrë është e treta. Ne kemi munduar dhe dyert të tjera që ai të dalin. E besoj. Jo sepse e pa ndryshim tek ai, po sepse gjithmonë na kanë rënduar këta njerëzit, në thënë të gjithë këta që thua ti keni gjak. Na kanë rënduar me fjalë, sa nuk më vante më. Edhe sot e kësaj dite, ajo pse nuk doli që thua ti ndoshta ka qenë revoltuar. Pse nuk doli të thoshte po bravo Irene se i ka rritur. Ashtu i ke rriti i fëmijët. Po e uli poshtë. Mua ç'a fitovi ajo duke më përmendur? Si mund të më përmendi mua? Unë as i kam vrasë gjë asaj. Unë për nënën tuaj ruaj një respekt shumë të veçantë. E them këtë shumë sinqerisht, jo sepse je ti këtu e dashur Stiliana, por e njoh mirë Irenën, e kam takuar disa herë nga afër, kam folur dhe lotët e saj nuk shteren asnjëherë, kështu që e di që është një nënë e vuajtur. Pra tani, Odeta, unë e di atë pjesë, domethënë, të vlerësoj dhe ty që vlerëson atë, por mënyra se si ajo ka folur, është shumë për mua është e tmerrshme. Nuk është logjike që ajo të dali dhe të ofendojnë neve, të shpifi për ne, i bërë në gjyqet e mbyllura. Me dyert të mbyllura. Kush është mami domethënë që të vendosi të bëj gjyqet me dyert të mbyllura ku ajo e vendos gjykata. Dhe për pak domethënë e kemi bërë neve brenda për brenda, mos e takoni vllajin. Janë gënjeshtra. Por unë ta uroj me zemër, unë do bëj pamundurën të lidhe me Anën, ndesha të lidhesha sot me Anën, duke ditur që lash një orar me ju për të hyrë. I thash dhe Anës që ta kisha dhe Anën live, por më tha që ishte në punë në këto orar dhe kishte të pamundur që të hynte në live, sepse doja që të flisje edhe ti me Hallën dhe nuk doja që të ishit burim konflikti, por të qetësoheshin gjërat. Por të premtoj që Anën do ta marr në telefon. Ndoshta më vonë, ndoshta nesër kur ajo të jetë e lirë, ta ketë orarin e lirë, dhe dua t'ja shpjegoj këtë gjë që ti je lënduar. Mbesa është lënduar nga gjithë kjo video. Shiko, unë të thash dhe besoj se unë nuk kam folur me të. Edhe në mesazhe në YouTube i ke domethënë se kjo i kthente njerëzve mesazhe. Mami në balkoni, kurse kur i thoshin bravo Ana, ju kthente për mesazhe. Po, mos u merr, zemër, mos u merr me këto, se janë gjëra të ulta, ma beso. Mos u merr fare me këto. Unë nuk kam, te ju nuk është se dua të nxjerr unë keq asnjëri nga ata. Se njerëzit që na njohin të dyja anët e din të vërtetën. E dashur, e rëndësishme është që të gjendet babai juaj, të gjesh babain, kjo është rëndësishme, por ma dëgjoj këshillën. Lëri pas krave të gjitha këto. Thjesht shkatëron veten dhe ngarkon veten tënde nga ana psikologjike. Unë për ju shpresja një zgjidhje. Kush është zgjidhja që ti kërkon prej meje? Unë siç edhe të kisha shkruar në mesazh, thash të vërtetojt çfarë është e vërteta dhe si është e vërteta për vllajin. Që nga fillim fare, që ka thënë ajo, jo ato se duan, jo ato e kanë bërë për pasuri. Por sipas teje, kjo e vërtet. Sipas teje, kjo e vërtet që ti kërkon të zbulohet me ngulm. A është kjo përballje që ne po flasim të dyja dhe të vëmë përballë atë që ka thënë Ana? Si e koncepton ti të zbulohet e vërteta? Jo, le të dalë e vërteta, për të thënë që ka thënë ajo, do të thënë për ne kemi bërë gjyqet e mbyllura. Ne se kemi hequr denuncimin.
Ne kemi bërë pakon, mos i dërgojnë këta pako. Ne kemi rrahur vllajin. Kur unë kam qenë në Tiranë, unë nuk kam qenë në Korçë. Qose unë të rrifja ata, sepse njeriu, nesër pas nesër, do krijoj shoqëri të re, do gjej njeriu në jetës. Prandaj të them, e dashur Stiliana. Dhe video ngelit atje. Prandaj të them, e dashur Stiliana, harroj këto gjëra dhe mos jam shpifje. Harroj këto gjëra, çdo njeri e di vetë ku e ka plagën në shtëpinë e vet. Gjua shkon atje ku të dhëmbi, themin e shqiptarët. Dhe ti e di vetë se ku i ke dhimbjet në familjen tënde. Është një shprehje shumë e bukur, nga pragu dhe brenda shiko. Shtep si këshill. Shiko nënën, motrën, njerëzit që ke afër, ata që të duan dhe harroj ca gjëra. Jo, deta unë për këtë pjesën e që ta t'i harroj, unë si harroj dot. Sepse mami ka vite që i duron, po unë nuk i duroj, dhe se mos pse të më premende mua. E dashur, Stiliana, të premtoj që do lidhe me Anën. Uroj që ajo të më përgjigjet. Sot nuk më përgjigj, por të premtoj që do flas. Besoj të gjitha këto që më the, por edhe disa mesazhe nga ana ime do t'ja përcjell hallës tënde. Kështu që të uroj gjithë të mirë aty. Nëse juve nuk bëni diçka konkrete, që ajo të dali, ose unë, me sa e njoh, nuk del ajo të kërkoj falje. Ti kërkon prej saj që të kërkoj një falje publike. Gjithë kryesorja në historinë e familjes Dajko është Kristo Dajko. Jo ky konflikti që ka ndodhur pas humbjes së tij, por ti më the që kërkon një falje. Kërkon që halla jote të kërkoj një falje publike dhe ta premtoj që do lidhem patjetër me Anën dhe do t'ja përcjell këtë gjë. Nëse ajo të kërkon falje publike, le ta kërkoj. Po besoj se nuk e thot, se gjë e parë do thot Ana, do thot Odeta, unë ato janë të vërteta. Dhe ndoshta mund të revoltohet akoma më shumë dhe mund të shpiki dhe gjëra më të rënda siç ka thënë. Por nuk dua që situata të acarohet, se nuk është qëllimi ky. Që ne të flasim dhe të agravojmë situatat. Nuk është fare ky qëllimi dhe unë nuk e dua këtë gjë të ndodhi. Por gjithsesi, e dashur Stiliana, do mbetemi bashkë në kontakt, ta uroj me zemër të marrësh lajme për babin, sepse e di që e vuani pjesën e humbjes së babit dhe do mbetemi në kontakt bashkë për gjithçka. E dëgjuam Stilianën, vajzën e të humbrit, e cila ishte irrituar shumë kur ka dëgjuar hallën e saj, por përpos humbjes, dhimbjes që ka për babaj, tashmë duke që ka dhe konflikte në familjen e Kristo Dajkos, pikërisht nuses Kristo Dajkos me kunatat. Unë uroj që ato të gjejnë gjuhën e përbashkët dhe ajo që është më rëndësishme është të gjendet Kristo Dajko. Ndaj unë dua ta mbyll live-in e sot me një thirrje për gjithë ata që janë duke na ndjekur, që e njohin Kristo Dajko, 49 vjeçari nga Korça, që kanë informacion, janë të lutur të telefonojnë në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 dhe ne urojmë që ai të jetë shëndoshë mirë dhe nëse është duke na ndjekur të marrë guximin të telefonojë familjen dhe të tregojë se është gjallë. Mirë, nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani dhe në adresat e mia zyrtare në Instagram, në Facebook, në TikTok me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar, ku çdo paradite unë tashmë jam live ora 10 këtu në kanalin tim YouTube Odeta Dumemandro. Faleminderit që më ndiqni. Faleminderit që më mbështesni. Mirupafshim, takohemi nesër.